tu regullu, tu u vesh, tu bo humorin ton, tu u knaq. Edhe unë ju të regoj kështu ka qenë. Prap, nuk e besoj. Bile, dikush më tha, a disht këndësh? A din të këndësh? Masi dul performansa, thote, në televizion, fillun telefonatat. Wow, shumë bukur, po kjo pasë ka qenë të imaginuar, kjo kështu, kjo është ashtu. Thash unë e kam thënë, thash se është me vërtet shumë bukur, edhe me vërtet në kam prit mirë, po motivi jonë, energjia jonë pozitive, ishte ndoshta si spontan, po dur shumë bukur se edham ne atë energjin, edham atë knaqësin tonë, edham atë mesazhin tonë prej të tove që shkom deri atje që të bëjmë matë mirën, po besoj që kjo ma e mira vazhdojnë, thote nuk ka përfundu, kështu që është një knaqësi e jashtëzakonshme, pa marrë parasysh për shkak se ne në grup kemi profilet ndryshme, thote, profesioneve, po kemi një qëllim, një motiv, e kemi ta mbajmë, për shembull, këtë kohë, ta gjallënojmë këtë, t'japim jetë, dhe t'japim jetë gjatësi. Thote, çdo kush me mundësinë e vet, po mira e grupit të UTA është që përveç skenës, e ka edhe shoqërinë e vet, e ka kënaqësinë e vet, mbas provave takohemi, e bëjmë kafen, me muhabetin, e bëjmë kënaqësinë, telefonatat, po brenda grupit që kemi atë harmonizimin tonë, thotë është kënaqësi, çdo kush në veten e vet ta tregojë te pjesët e tona.